Hoxh më jep ndonjë këshill për hifdh. Allahu të ruajt. Amin. Allahu ju ruajt edhe ju. Elus Zotin e gjithësisë që të na mundësoj të gjithëve të kujdesemi për fjalën e Allahut lartësuar. Për sa i përket memorizimit, pra hifdhit të Kur'anit, unë të këshilloj gjoja e parë sinqeriteti. E dyta, kesh zell, vullnet dhe vazhdimsi. Pra nëse arrin të mësosh një rjesht në ditë, mos e shkput asnjëherë. Gjys faqe vazhdoje vazhdimisht. Një faqe, vazhdoje vazhdimisht. Vazhdimësia. Mundohu që programin, pra ti përmbahesh. Jo, për shembull, mëson 2 faqe sot dhe një vit nuk mëson asnjë faqe, por të kesh vazhdimsi. Qoftë edhe pak, por vazhdimsi. Dhe normal mos të harrojmë se patjetër angazhimi me Kur'anin ka shpërblim tepër të madh. I thuhet lexuesit, kënduesit Kur'anit ditën e gjykimit. Lexo dhe ngrihu. Këndo ashtu siç këndoje në dynja. Sepse vendi yt do të jetë tek ajeti i fundit që ti do të lexosh. Elusim Zotin e gjithësisë që të na bëjë prej atyre që e lexojmë Kur'anin. E mësojmë ato, meditojmë fjalët e Allahut lartësuar dhe i praktikojmë ato në përditshmëri. Amin.